Këshilltarja e presidentes Vjosa Osmani, Donika Ikada Bujupi, ka reaguar ndaj deklaratave të ish kryeministrit Avdullah Hoti, duke cilësuar atë si njeriun e fundit në Kosovë që mund të flasë për moral politik. Në një postim në Facebook, Bujupi kujtoi kohën kur Hoti mori detyrën e kryeministrit, duke thënë se ai u bë në përkshkelje dhe keq përdorimi të vullnetit të qytetarëve, pa fituar vota për vete dhe në mënyrë krejtësisht kundër kushtetuese. Ai ushtoi se gjatë mandatit të tij, Hoti u nënshtrua para presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe e quajti modelin e tij të politik bërjes shembulli më i keq që qytetarët duhet të shmangin. Në vijim postimi i saj plot, Avdullah Hoti është njeriu i fundit në Kosovë që mund të flasë për moral politik. I bërë kryeministër nëpërmjet shkeljes së keq përdorimit të vullnetit qytetar, pa votat të tij në mënyrë krejtësisht kundër kushtetuese e duke u nënshtruar para Vučićit për ata pak muaj se ishte kryeministër, modeli i tij i politik bërjes është shembulli më i keq që qytetarët shumë motë e kanë kuptuar se nuk duhet ta ndjekin, edhe sot pas ka tentuar të mashtrojë sërish. Sa i përket deklaratës së presidentes son, ajo ka qenë i qartë se votimi i zgjatjeve buxhetore, plani i rritjes së buxhetit i RDK-s, qindra miliona të bankës botërore e tjerë janë çështje në vullnet të partive politike të përfaqësuara në kuvend, pra në vullnet të gjitha partive, jo vetëm njërës apo tjetrës. Presidentja ka propozuar që me që partitë opozitare nuk janë dakord që këto vendime e ligjet të procedohen në kuvend nga qeveria në detyrë, kjo të bëhet nga presidentja brenda kompetencave kushtetuese dhe nga vetë deputetët, përsëri brenda suazave kushtetuese. Kjo gjë jo vetëm që lejohet, por është e parashikuar në mënyrë taksative në kushtetut dhe në ligjet në fuqi, pra mundësia për të kaluar edhe planin e rritjes, edhe zgjatjen buxhetore edhe marrëveshjet me Bankën Botërore edhe buxhetin e RTK-s dhe shumë vendime të tjera ekziston, por ekzistojnë edhe njerëz si Hoti që i gënjejnë qytetarët pa piktuar sepse në asnjë mënyrë nuk mendojnë se moskalimi i këtij vendimi mund t'i humbë Kosovës mbi 1 miliard euro dhe në mungesë të buxhetit mund t'i lërë mijëra familje pa paga, pa ushqim, pa barna të nevojshme e pa institucione funksionale. Hotit natyrisht kjo si intereson, ashtu se nuk i ka interesuar kur, prioritetin e ka të sulmoj presidentin, njësoj si atëherë kur thoshte se Vjosa Osmani du të marrë 0 vota.